Mirë se erdhët në Rezedielli. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një çift shumë interesant, shumë të veçantë, të cilët i lidh së bashku dashuria rreth parë, pasioni për muzikën, kitara. Ato kanë 36 vite, më shumë se 36 vite bashk. Kanë emigruar në Itali, në Milano, që prej vitit 1991. Dhe sigurisht, si çdo familje, si çdo çift, kanë kaluar sfida e sakrifica, por që nuk e kanë zbeur kur lidhjen e tyre, dashurinë e tyre. Rrënjët i kanë në Durrës, vinë shpeshherë sa i Mermalli në qytetin e tyre, ku janë njohur dhe kanë krijuar dashurinë e tyre, dhe padyshim janë shembulli më i mirë i atyre çifteve dhe i familjeve shqiptare, të cilat pavarësisht emigrimit, pavarësisht largimit nga vendi i tyre, kanë ditur të integrohen dhe të ruajnë vlerat e tyre tipike të rrënjëve të tyre. Do t'ju prezantoj përmes këtij kolazhi, sepse në rrjetet të ndryshme sociale që ato kanë apo në YouTube, ne shijojmë përveç se dashurinë e njëri tjetrit, shijojmë edhe muzikën që ata performojnë së bashku. Do t'ju prezantoj çiftin përmes një kolazhi këngësh të tyre, Liliana dhe Bardhi Vrapi. Pastaj rikthehemi dhe bisedojmë me ta në studio. Liliana dhe Bardhi, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kemi këtu në studion tonë. Enkas për këtë program, për këtë intervistë, ardhur nga Italia, vlerësoj shumë. Keni pak ditë në Shqipëri edhe për t'u çmallur sigurisht me dursin tuaj dhe për t'ju, le të themi, prezantuar me audiencën, edhe pse ajo ju njeh në për performancat tuaja me kitara, po jo, ku skena shpeshherë është edhe shtëpia. Faleminderit edhe një herë. Me kitarën në dorë, për të na performuar dhe për të na krijuar një atmosferë dhe më vonë këtu në bisedë, por do doja ta nisnim si ka lindur historia juaj e dashurisë. Gjithmonë është bukur të flasim për dashurinë, të flasim për njohjet e para, e cila ka nisur këtu në Shqipëri apo jo? Patjetër. Kush e tregon më bukur historinë tuaj? Zonja Liliana. Patjetër. Atëherë ne ishim dy të rinj nga Durrësi, si të gjithë të rinj. Asaj kohe. Dhe u njohëm në Durrës. Masi familja jo nuk ishe dakord, sepse Bardhi ishe pak ato djemë çapkën që rrinte po me kitarën dorë, në përdasma, ose ato djemë të djetit që rrinin me shoqëni shumë. Edhe familja ime e ka pas pak vështirë, sepse nuk donin. E kishin me merak, se mbase kjo nuk do të funksiononte si lidhja apo jo? Patjetër. Sepse Bardhi ishte si ajo kënga, për shembull, lulem, lule, tuj fluturue. Bardhi, e dakord ti? Se është deklaratë e fuqishme, lulem, lule. Po çfarë them, shko shkume, mos harrojmë. Shko shkume. Por ja vitet kanë treguar që nuk ka qenë ashtu e vërteta, apo jo? Ja, tash po plagemi bashkë. Mosha bën vetën, kanë kalu shumë vite dhe unë nuk e di se ti je shumë e re. Dhe kisha dëshirë që ne t'i ktheshim prap asaj rinie.
Mi ka pëlqyer dhe muzika, ka pëlqyer muzika ime. Thuaj drejtën. Jo, më duket sikur nuk kam lindë re. Sepse rinia jon ka ikë shumë, ka qenë problem. Si të gjithë. Shumë problem. Por dashuria nuk ka ikur akoma. Dashuria jo. Se këtë e shohim tek mënyra se si ju e shikni njëri tjetrin. Ku e pe për të parë Bardhi në këto atëherë në unë organizimet, performancat e ti me grupet? Në për dasma. Në dasëm. Ne kemi qenë i dasëm, edhe e njishim, në njimnim njëri tjetër, në më thonë Durrës, se Durrës ishte shumë i vogël, nuk ishte shumë si tashi. Ka qenë shumë i vogël edhe njëri tjetër e njihnim gjithë, si rini. Por me kalimin e kohës, i thoja Bardhi, familja ime pret, si t'ja bëjmë? Sepse ise 2 vjeç apo kalon të mosha. Ise 2 vjeç ishe e vjetër, as i kohën. Jo, tash i gjithë 30 në gjasizat. Tash, duhet vishë në familje, sepse... Të më kërkosh që kjo lidhje të zyrtarizohet. Tani aty te dasma ju shkëmbyhet shikimet e para me njëri tjetrin. Çfarë të pëlqeu ty te Bardhi dhe Bardhi çfarë i pëlqeu Lilianës te ajo dasma, ku u njohët për herë të parë? Atëherë, Bardhi kënon shumë bukur. Kënonte bukur dhe kënon bukur. Dhe atë dëshirë kishin shumë vajza, sepse unë kisha shoqe. Dhe thonë të Bardhi kënon shumë bukur. Shkurt, syti kishte tipik. Në më thonë dasëm, se u shqipte vetëm orkestra, këngëtari, dhe unë atë dasëm jam largu e fundit. Dhe isha afër me shtëpi, ishim dhe afër me shtëpi në Durrës. E takoja vazhdimisht. Edhe gjithë shpesh që kërkoja do vishin shtëpi, sepse ne nuk dinim atëherë që dashuria. Me e thonë më shqip, si tip garancie, me garanci, me non, me bab, me bokëshu pra, jo rrugëm qeftës, se u qyte ku kam qeftës e shu. Po, kur hapën rrugët pastaj tha, iku, nuk e morët, la, se iku Bardhi për para. Ishte... Si arritet të bindësh familjen për Bardhin? Nuk u binte familjen. U ktheva unë Shqipëri. Pra ju u lidhët pas asaj dasme, patët takime të tjera bashkë? Takoshim vazhdimisht. Si ta medi, jo, po po me dojshin një tjetin, po ishe situata, koha ka qenë ndryshe, t'i kuptojmë. Mirë, Liliana tek ti pa atë djaloshin, çapkën, këngëtar që adhuronin shumë vajzat asaj kohe. Ti çfarë pëlqeve te Liliana? Pse e veçove Lilianën nga shoqet e tjera me cilën ai ishte aty? Kjo tha për parë durzi i vogël, i shkova nga mrapa, qik me pa, qik ka, qik s'ka, ku jetone, si jetone, qa bon, ku shkone. Unë interesova dhe unë. Jo se prishe i palë pucë, si prishin për para, i palë pucë me gjeti gocë. Me pucët e mija, pa shpete, me fjallë, 2-3 javë u binda që, njëri u kuptoha ta. Pra hapin e parë, nga ju të dy kush e ka edhur përfundimisht? Bardhi. Bardhi ishte ai që spikati... Unë e tërhoqa me shikim, do më thonë femra tërheq, përse djali shkoja mrapa, se jo, meshkujt janë gjyëtarë, janë natyra. Bardhi nuk të desh shumë kohë për ta bërë për vete, sepse ishte pëlqim i një... Them drejtën, kjo musë më ka dash, se kom qeni quni bukurune, jo. Përqet e kongën, më përqet e zonin tim, edhe që ka kasetën me shirita. Edhe kjo e mande kasetën shpi. Vllai i kësaj thotë, i boni përshtypjes, edhe i qunë si mu, çapken dhe i. E përshëndes Ladin. Edhe i... Ishim shok bashkë. Ishim pak, jo shumë shok, po njifeshim dhe kishim pinga i gotë bashkë, që i vështirë, që 2 shok, ti dush motrën se shko keqja e punë. E drejtë. Kështu që ishe shumë i rezervuar, me fjalë, doshe me tërgu që... Pra du të kishe një performancë ndryshe me shokun tënë që është vllai i bashkëshortë së ardhshme, që ai të ishte dakord. Që hapi parë, sa u thyë ajo, se kur e ke seriozisht i gjo, si do i dhi puna, do po. I bëre për vete zemrën Lilianës, pasi do t'i bëje për vete zemrën dhe prindërve. Si arritet ti bindësh ata që ti do t'ishe bashkëshortë jashtëm i saj? Unë se më me babën e nënën e kësaj fare, se ato janë brezi, ramet pas e ti ku janë, nuk hashin pyllka fare. Se Lili, unë jam musliman. Lili është ortodokse. Dhe kanë qenë dhe këto diferencat... Po, kanë qenë shumë. Kanë qenë të theksuar dhe ndoshta nuk e dia vazhdojnë dhe sot, apo jo që familja është tradicionale, ortodokse në fenë e saj, kërkon të një dhëndër të asaj feje, apo jo? Po, ashtu ka qenë. Edhe shtëpia ime nuk thote gjo, se nona ime me të pas thote. Zgjidhe për veten ta, dhe ke mama zdojtojnë me te. Si që ka qenë kohë, qikë primitive, po kanë qenë me kom tokë. Kur ka qenë pastaj ai momenti kur familja e pranoi Bardhin si dhëndrin?
tyre. Kur hapën rrugët. Do më thënë bardhi kishte ikë, Po. unë e prisja, do më thënë gjithë asi kohë qani, sepse u hapën rrugët ikën çuna, djendë, vajzat, gjithë. Dhe unë qaja rrugëve për bardhin. Se m'la. Iku m'la. Pastaj kur ka qenë telefonata e parë në 91-shin, fund 91-shit, kishe shumë kohë. Më thonë, maroj kë punë. Pra, ju njohët në cilët vit? Dhe sa vite ndenjët pa komunikuar, kur bardhi u larguar? Jo, një vit në 91-shin, sepse ne u njohëm në 85-ën. Okej. Edhe ne itëm shumë kohë. Prit. Gjithmonë pa rregulla, si thonë me fjalë, pa rregulla. Po. Unë ika në Gjermani, kur ktheva në Itali, pse e morën telefon, u lidhëm, edhe Lili ka në 94, a 95, se më... 94. 94 ka në Itali, besoj nga ajo ditë, deri sot, ne si mi nda as një minutë. Ka qenë një lidhje fortë e juaja. Edhe përmes muzikës, edhe përmes këngës. Pastaj fillum të këtu bashkë. Do edhe Lilianën e përfshit në muzikë, apo jo? Juve patjetër që po, se me të keni patur... Zoni kështë të bukur, po kështë nevoj për punim, me fjalë fyti. Pasi tunet të dy në ditë, e bona me zorë. Atëherë pastaj prindit nuk... Kur u rikthye bardhi nga Italia, atëherë takoi dhe prindrit e tu, apo jo? Po. Po ishte vendos çdo gjë sepse... Ishte vendimi Lilianës. Normal. Mosha Ishte edhe Lili që vendosi, ishte që më pjekme, edhe ato ngulli kom kjo, edhe kështë derën e hapme. Shkova e kërkova si që ka qenë tradita me kurshurit e mi, me nonën teme. Shumë si njerëz nëse se kishim... Jo si kohën, si ato filmat turq. Po. Unë ato kujtoj tash rinin tonë, Po meret familjari, Daja, e Merat, për të kërkuar dorën e vajzës. Me u bind pra që kemi seriozisht, se kishim metalli. Pa, atë vit ndenjët pa folur, se s'kishte dhe mundësi, apo jo? Nuk ishe mundësi sepse edhe ato postat ishe shumë Mos e vështirë. Gotë, se nuk imaginon, ose ndoshta ta kanë tërgu për zotin 30.000 lireta me sked, shkate kështu 30 isenon, ishin për 2 minuta. Asë nuk fliqë, është fliqë shumë pak me radhë ke posta, do i fliqë postjeres, në Durrës, dhe të dhe ke kabina 5 për shumë, dhe vide Lili, fliqë me këte unë 30 sekonda. Shumë keq ka qenë, shumë keq. Situata... Fakt nuk ishe fajse, ato ko nuk mund vinte dot, edhe unë mendoj e thotë, masim gënjem prapë. E shtonin më shumë dashurin ato? Shumë. Malin, Pa të shikur e dojë robë, është e kotë, është no koment, po e deshe, e merë shu si është. Ishin vite shumë të vështira. Filluat jetën e tuaj në Itali, në fillim të 94-ës, në fillim të viteve 90, aty si ishte momenti i parë, si çdo familje shqiptare, çift i ri, që të ndërtonin jetën e tyre në një vend të huaj për të integruar? E nisim nga zero. Zero është gjithmonë zero, nuk është një. Pa shtëpi, pa punë, asgjë. Në rrugë. Si gjithë shqiptarët, dhe vetëm ne. Kishit njerëz të tjerë andej? Po kisha vllajin, kisha modra, kishim njerëz sa dush, po secili pa atë. Aty njoftëm në Itali njerëzit, them drejtën, në Shqipëri si kemi njoft. Kemi menu se janë, po jo. I njohët për mirë apo për keq? Si dushti nga dy medalje së anës. I njoftëm mirë, mashallah, hurdha qep. Po sot si keni marrëdhënie me shumë mirë, më të sot kaluan në ato sfida apo jo? Ka qenë, ne po flasim para 30 sa vjetë. Qartë, ju është dashur që të bëni punë dhe të rëndomta, kanë përshtypje për të mbajtur veten, për të ndërtuar familjen. Lash kitarën fare, kitarës nuk era shmo, se sa është bukë me kitare. Po. Do punoj, s'kam lënë punë, po të gjithë punët i kam punë. Fabrikë kam punu, gjardiner kam punu, murator, kësdukaria, ku dilte, punë zeza, i kisha dokumentat, nuk kisha dhe azil politik biles, nuk kisha drejt vishën në Shqipëri. Pse? Po azili politik, ke drejt që të shkosh në gjithë botën, në Shqipëri jo. Për këte është azili politik. Po si ndodhi kjo? Po e morë unë azili kërkova. E zote vetë? Po, e kërkova, me menimi që s'kthejë, mo dhe vidit Lili, po. Pasej, 94-ën, 95-ën, unë nuk kam marrë nga Italia për në Shqipëri. I kam marrë nga Kroacia. Dhe prej Kroacis keni ardhur kam marrë Shqipëri. Pastaj kur kam dalë prapë në Kroaci, pa hyrë në kufinin italian, se kishte të shkruajtur me ke pasaporta. Po, që nuk do të ktheheshit më në këtë vend. Kam shumë me raket në Kopër, aty në Sloveni, pastaj kam hyrë në Itali. Po. Ju thatë që filluat jetën duke bërë punë si çdo shqiptar për të mbijetuar dhe për të ndërtuar familjen dhe më pas e lat kitarën. Kur erdhi momenti që u rikthyet? Kur u stabilizuat? Nga 2005.
ju rikthyet kitarës? Po, e kisha pasion, e kisha mërë në shpirt. Unë me këte... E kishe marrë me vete kitarën, gjithsesi, aty që Kitarës kisha me vete. Apo e bleve aty? E bleva në Itali unë kitarën. Pasej mrapa nuk e preka, mo s'kisha s'ka. Ishim çdo gjo. Se punonim nga mjesi deri në darkët. Pastaj i thashon, mere kitarën se do kënojmë të dy. Tha, po. Që në Vjana iniciatorja që ju të këndonit edhe të kishit këtë qasje me audiencën tuaj, kur u hapën dhe rrjetet sociale, skena ju e ka qenë ambienti shtëpis, një ambient në natyrë ku ju performoni edhe prek një zemrat me telat e kitarës. Muzikën e kisha mërë në shpirt. Kjo, sa më zgjoj se i vulkani, sa hapi qikat e tak, u riktheva shumë shpesë. Unë ato që i disha, unë ndoshta s'majsha me në tekstet, kitarë që i trash gishtat se po të letë lenë muzika. Nuk ishte praktikuar. Po kisha ko, palo. 10 vjetë sa, gati 15, e kapa shpet, se unë gjithë janë në kitarë si kam ra. Kam qenë në kitarë dasmash, nuk kam qenë në kitarë që i ka nga, mësova me kënu në Italia. Kam martnu 2 njonë në goce. Edhe në Itali edhe në Shqipëri. Në Shqipëri, po në Itali më tepër e morë me ca evenimente, ku qenë momente që më thëricin, pas të i mrapa, nuk shkova mosë. Boj qikë rëmuj, se fillim në kërkoni si ishim pak. Kur fillun duke ardhë shumë, edhe nuk shkoma. Ka patur momente që nga këto sakrificat të punëve, në njëherë njeriu dhe dorëzohet, është i pafuqishëm për të ecur përpara, do t'ja arrim aty ku duam. Keni patur momente të tilla që të dorëzoheshit apo të ktheheshit në Shqipëri, apo ishte e pamundur, ose në një vend tjetër, ose të zgjidhni të bëni një jetë tjetër? Ke po pyetje më të bukur në botë. Jo atëherë që isha më i ri, pa dhe sot që jam më i vjetër në moshë, kam dalë në pension, Shqipëri nuk kthehem. Jo pëse nuk du venin tim, po mësova atje. Jo, nuk kthehemi. Mësova. Kur se kemi pas mend që do kthehem një ditë, kur? Aktualisht me çfarë merreni në Itali? Unë jam pensionist. Unë kam punu në fabrikë, kam punu stamperia, mi fjalë, për të sutat, për to. Edhe kam punu për firmat mira. Kam pas punë të mirë. Aty dola në pension, punova 23 vjetë aty. Kam punu dhe të zezë, me fjallë pa regula, që s'quhen ato. Jam i kënaqur me aq. Fruti i dashurisë tuaj është dhe një djalë, apo jo? Keni një djalë të rritur tashmë, 28 vjet. Ai me çfarë merret në Itali? Ai punon ke Banka Intesa, programator, ka marrë inxhinierin informatike. Ka i mal me shkollë. Ne s'kemi male me shkollën, ne kemi qenë qikë më poshtë. Kushtet i ka pas, shqyqër që jemi të gëzumë shumë atë shumë. Po dhe i kënon bukur, po kënon anglisht. Nuk e pa qenë linja. O, lindja tje, nuk... E ka ardhur, vjen në Shqipëri, viziton Durrësin? Vjen me shok i vjen italian, vjen me shok italian këtu e. Se din gjuhën dhe rrim bashkë. Çfarë nostalgjie keni për Durrësin? Çfarë ju merr malli për Durrësin tuaj ku jeni njohur? Durrësi nuk ka qenë si tashi. Ka qenë shumë i bukur. Këto ndërtesat. Dhe po ta logjikosh, për shembull nga spitali që kisha shpinur, vinta era detit, sepse tashi e zejnë pallatet. Dhe është një është nostalgjia jonë. Unë them me zogje për maj vetën, për zotin. Unë emocionohem. Po nuk i gjejmë ato rrugicat e bukura, ma. Nuk i gjejmë. Sepse shkojmë për shembull ke Volga, nuk i gjen ato vende bukur që rrinë ato të shiftet ul pas dite. Ose për shembull ke muzeumi që kanë qenë gjatë të djemt që rrishin, po kanë qenë shumë hapësira, Durrësi ka pas shumë hapësira. Shumë bukur. Tash nuk i gjen, ne nuk gjejmë vendin ku kemi ne, nuk gjejmë vendin ku kanë pas shtëpinë, nuk i gjejmë. Kështu që ne nisemi direkt rrim plazh. Po njerëzit kanë ndryshuar kur ju i takoni dhe riktheheni miqësisë tuaj të vjetër? Tash nuk ndryshon njeriu. Bardhi duket pyetje vështirë, ëh? Jo, njeriu nuk ndryshon. Njeriu është po ai, por ne nuk i kemi njoft. Dhe me kalimin e kohës i njohim. Sepse ne themi kështu me këto mend që kemi tashti, sikur t'isha dhe i herë e re, sikur t'ishin të rinj me këto. Unë heci me menim tjetër. Kam kujtimet e mia të bukura të Durrësit, du ta kujtoj Durrësin ashtu si ka qenë. Se njem keq, më vërtet njem keq, kështu që më mirë kujtoj nostalgjinë që kam pas dikur, edhe më duket vetja i huaj, sikur s'jam nga Durrësi fare. E kuptoj.
36 vite nuk janë pak për dashurin tuaj. Në një kohë kur dashuria prishet shpejt, është faj njerëz, është faj kohës, apo për të treguar dhe diçka më tepër rreth kësaj force të madhe dhe sakrificave që keni bërë për njëri tjetrin, po pse edhe për të kënduar pak, të rikthehemi pas publicitetit, kështu që kemi një hapësirë të shkurtër në shkëputje bene. Ti shikoj unë hënën, mëndja morin të këti, se ti indian asaj, se ti indian asaj. Mëndja morin të këti, se ti indian asaj, se ti indian asaj. Malkova Perëndin, Malkova në bebal, Malkova nën dhe babë, që më lindën të pafatë, që më lindën të pafatë. Malkova nën dhe babë, që më lindën të pafatë, që më lindën të pafatë. E gjithë bota leta dhije, se vetëm një undesha, dashnori sa ju bëra, zemrën unë ja fala, zemrën unë ja fala. Dashnori sa ju bëra, zemrën unë ja fala, zemrën unë ja fala. Malkova Perëndin, Malkova në dhe babë, Malkova në dhe babë, që më lindën të pafatë, që më lindën të pafatë. Malkova në dhe babë, që më lindën të pafatë, që më lindën të pafatë. Që më lindën të pafatë, që më lindën të pafatë. Faleminderit, shumë faleminderit. Është bukur gjithmonë. Dashuria haron gjithçka. Ashtu është. Në 36 vite me njëri tjetrin, çfarë keni kuptuar? Në ditët e sotme dashuria, siç tham, prishet shpejt, është faj njerëzve apo është faj kohës? Si mendoni ju? Për mu nuk është faj kohës, i njerëzve. Ka në bën njerëzit. Sepse rinia do pak kulturë, nga familja. Vjen gjithmonë nga familja. Si djali, si nga vajza. Ashtu është. Cila mund të jetë sakrifica apo le themi gjëja që ju keni duruar më shumë tek njëri tjetri për hir të dashurisë? Nuk është një, janë shumë. Janë shumë. Kemi bërë sakrificat mëdha, ka qenë dëshnia në mes. E kemi desh, siç thoshin të parë, me hakikat njëri tjetrin. E kam lënë vetëm, kam punu 2 motor 13, merrte kapun tim të punës, i thote, po bardhin punësht, se të lesh një femër në mes Italisë, mi cop, mishi, kalamoni në të vogël, unë punësha 2 motor. Kurs ka shku me nga muzika, me dasma që ishë, unë kësha lekë, goce, kështë që me lekë. Ate fillohet nga zero, s'kishte mo. Edhe janë ato largësia, mangësia, ku merë, dhe më thonë, hakikati është gjohë, po deshit tjetë me sinceritet, ja falë të gjitha. Edhe gabimet që janë të voglë, u thy, u bo, janë gjënë elementare, nuk hynë në sy fare. A durojnë kaj shumë qiftet e reja për dashurin? Zbesoj këto që nuk qa shofin e. Sepse sot është... Ku ka pas bashkëtes kënë e mërë të kekin vla? Sot është jeta e kontrasteve të mla. Do me thonë, ti ke shumë, ajo s'ka. Ajo të shef ty, dhe thotë, pëse të ta marron këtë djali, kur ai nuk ka. E tashme, Lilo, lidhëm ka hakikati, po e deshet tjetërën, është hakikati, dëshnia nuk shef material, nuk ka kushte. hakikat. Qarë do kushte? Në jenë tuaj të gjatë, është më rëndësishme veçoni dashurin apo respektin? Si Për mu, ndryshon ajo me kalimin e kohë? unë kam Ti ka kalu dhe është respekti. Respekt, është respekti më i madh. unë kam respekt për Dianën. Ku je i rini është dashuria. Sepse nuk i kupton shumë gjë, unë tash me këto Kam kujdes për Lilianën shumë, edhe ja ku e ke dëshmitare të vërtetoj kush det, kur se kam prisë njerëzën time një herë. Këte besoje, ta provoj dhe kjo. Kur? Që të thotë kjo këtë gjo, i themun jo, është i pak i padurushëm, Shirë. më thonë, merë flak shpejt, po unë e marë me
Me qesh. Se cili ka të karakterin të mira dhe të qia dhe veta dhe përshtatja? Ka rrë pa huqe. A je pranokave vetë, Po. Kush nga ju ka dashur më shumë në fillim, në ato pasionin e qiftit, në fillimet e tuaja, dhe më pas, kush do më shumë sot tjetrin? Unë për vetë time më shumë e du sot. Drejt në them. Në them fillim, ta shish respekti. Do shte kam nevoj më shumë për këte. Mund tjetë kjo. Kam nevoj për Sa linjë më më shumë shumë. kalojnë vitet, a më shumë ke nevoj për tjetrin. Po, është e vërtet. Ta shi po. Unë sot, unë për vetë time, sot e du më shumë. Pyetja e radhës, nëse do të nisni tjetër nga e para, Bardhi dhe Liliana, a do ta zgjidhni sërish njëri tjetrin pa hezitim? Unë jo. Se bona Sa shpejt që e dha përgjigjen. Sa heqe. Jo. Jo, Jo, heqe. përgjigja është e jote, si ta heqim ne? Po bona shaka, më bona shaka. Liliana, për ty? Ja, pa tjetër, sepse di si thonë Itali, e dim që do lejmë, për nuk dim që do gjejmë. Kështu që më mirë Bardhi. Po maj këte. Se jam mirë thuj dhe di e njofë shumë mirë. Bukur. Çfarë ju nervozon ende tek njëri tjetri pas kaq vitesh? Liliana ka shumë kërkes llogarie, që unë jam i qiki pa disiplinum, jam harrakat, jam... I ka ngel ajo. Kështu ka qenë që në fillim, ju e Po, thamë që ai ka qenë një djalosh çapkën Nuk është në se rinin e nuk vet. e se ndryshon jo. mosha, po kështu ka qenë, kështu ka ngel. Kërkon qiket e rebu, nuk jam shtëpia, nuk është farmacia, ajo do t'jetë farmaci shtëpia. Ajo nisë dhe ke thojnë, si ke prej thojnë priti, shifi si ke thojnë e mi, preme, s'lene jo. As këto nuk e, se këto gishtin nevojë këto që kanë kitar, këto djalosh, këta djaloshët e asaj kohe, banin këto gishtin nevojë të zgjatur shumë. Po, tonin. Se ka qenë ajo? Këti jo me gjojë si E ke mod. patur ti, Simon? Ja, s'maj me. Jo, s'kalon Liliana asnjëherë. Jo, s'kalon, si ka vurën si kësaj të gishtit që thuri. Ja, Po, nuk, disiplinat. Po ti çfarë të nervozon tek Tash pa vetëm këte, Liliana? ka që kërkes llogarie shumë. Tash njerëz jemi, nuk kem robotun. unë shumë gjona. Po të filloj, është i pak i padurueshëm. Nuk ka durim fare në çdo moment. Po kështu më ka bërë dhe mu. Më thonë nga kjo, gjë. Po në përgjithësi mirë. Është ajo që themi ne kur një çift ka shumë vite dhe ri shumë me njëri tjetrin, marrin ato hyqet e njëri tjetrit, bëhen A pyte për defektet. Po kryesor nuk janë këto defektet. Kemi marrë Kryesor shumë defekte nga njëri respekti, dashnimi për njëri tjetrin, rrim bashkë në ditë. që i lënë në hije këto gjëra. Nuk mund ta gjesh dot Lilianën vetëm në asnjë moment ose mu. Kur? Pa 36 vjetë. Kur? Po në qenë ditë gjithmonë Tash më shumë. tash. Shumë. Nuk rrim dot pa njëri tjetrin me fol, jemi po si shokë. Tani që jeni në pension, si e nisni ditën me njëri tjetrin? Çfarë ndodh në ditën tuaj? Jo, Keni punoj kjo punon Unë akoma, punoj gos, azipleq, punon kjo. kurse Bardhi, bon atë shëtitjen e vetë mjes. Unë bëj ato kurse xhiron unë e shkoj mjesit. punë, Kthehemi, mas dite dalim prapë të dy. Po. Shtu ndjel shëtisim, fakt. Marrim makinën. Shkoj Milano se kemi afër atë. Këto shëtitje. Djali jeton me ju, jetoni të tre apo? Po, me ne. Aty ka, kemi dy dhomë kuzhinë, i dhomë ka, i ka dhe punën, studio mrena. Se punon në shtëpi. Cila është kënga që ti ja këndon me aq pasion si dikur Lilianës? Keni një këngë tuajën që ju bashkon në çdo moment? Në fakt, kemi një këngë, po nuk e bën dot me këtë kitarë, se s'është e vetja. Çik refrenin do na bëj Bardhi, që ja ke dedikuar Lilianës. Nuk arrit, tash nuk e di. Do refrenin mirë, thonë. Çfarë frenin bëj për Me shumë? sytë e mi. Ja, hajde. Pa bëj. Kjo është kënga parë. Kënga e parë që të ka dedikuar Bardhi. Po. Me këtë këngë, E ke bërë për vete? Për vete. Se ka qa. Ku ja ke kënduar këtë këngë? Ka qenë, mi jo dasë, më fejes ka qenë. A fejes ka qenë që? Fejes ka qenë, po. Me fejes. Të shoqënisë, domethënë e kishin thirrë Bardhin si. Kisha unë ca kohë me këtë me fjalë, jo, të lidhëm, kuptonë, që e kuptonë që unë i shkosha mrapa. Kur hyra unë ky e kënoj. Aty Unë aty e këndova. kam mend. Kur hyre ti në sallë, Po, Bardhi të po, dedikoj. po, ngjoj e gocen. Pori në vuajtem, e po të pres, për ty moj vajz, që poroj në shpres, e sytë mi më lotojnë, zemra ime gjatë.
pikon, e sytë mi janë më lotojnë, zemra ime gjak pikon, raketak tak po mëre zemra, raketak tak po mëre zemra. Por i në vuajtjem e po mendoj, për ty më një vajz që të dashuroj, e sytë mi janë më lotojnë, zemra ime gjak pikon, e sytë mi janë më lotojnë, zemra ime gjak pikon, e zemra ime gjak pikon. Si ndjesh Liliana që rikthen këtë këngë që ka dedikuar Bardhi? Çfarë emocion është ti nga ai moment i parë? Shumë e lumtur. Dhe kujtojmë gjithmonë dhe në shtëpi. Të këngën, dhe çuni fillon qesh, gjona dhoma vjen qesh. Qesh me çfarë këngë ka bërë për vete apo? Ai e merr si lojë se nuk paka shumë të trinj sot nuk e kuptojnë këto gjona. Të rritë s'kuptojnë një gjë që femrat përgjithësi me eksperiencët që kam unë janë shumë delikate. Janë shumë të brishta. Duhet në pas kujdes. Lili, një lule që kam dhonë unë, ku kam ikë, beso për këtë zotë, një lule plastike e thjesht që i kanë radhe petalet, plastike, rrugë. E ka akoma dhe sot? Vishke shtëpia ime, E kam akoma. ajo lule është aty. Për këte ka shumë kuptim, po edhe për mu. Dhe më thonë, thash ka shpejt për një lule, dhe më thonë, po që e si kjerë dashnia, i ka me detaje, nuk i shpëtona si gjo. Për mirë, ko është gjithmonë flasë. Të thurë është sot një vajzë një lule plastike, si do reagoj ajo? Ta husu radit me? Ta husu radit që qovi zhullaq Që të jemi në një botë ku mbizotëron materializmi. Ajo për s'pa makinë që makinë ke të pyte, e parë që makinë e ke, thot. Njerë dhe me autobus. Keni një këshill, një fjalit fundit për ata çifte që Këshilla ka shumë. dorëzohen shumë shpejt nga dashuria? Këshilla ka shumë, po varet sa i marrin. Do më thonë e kanë marrë Një atë. këshilla pa fundë. Ana materiale s'du të eksistoj fare. Po e deshe një robë, jeton dhe në malë. Po e deshe. Nuk ka që është të shofësh Ja thuani makinë. të shpesh djalit tuaj? Që pavarësisht gjithçka e duhet të zgjidhë anën shpirtërore? Ai ka frikë mërtohet, ku në gjone. Ka frikë mërtohet, ku në gjëmë neve. Ne kemi qenë besnik. Gjithmonë e thotë që unë nuk gjej dot një femër si mami. Sepse shef që unë që bëjmë për familjen, nuk e gjej, thotë dot. Sepse ka pas 2-3 raste, dhe në Itali, gjithmonë pyetja e parë ka qenë, jeton vetëm, ke shtëpi? Pyetje e vajzave. Kjo. Më thonë, nuk e bëjnë atë sakrificën tonë. Iku ajo. Ne kemi njështë Prandaj dhe çiftet e të rinjt sot nuk vendosin shpejt për të lidhur dhe për të martuar. Po ne të dy kemi njështë nga zero, e të kuptoj fjallën zero. Sa përsëris, jam shumë familje si të gjithë. Çifte të Të tjerë. gjithë, ashtu ka gjenë. Flasë fidhimi. Generacioni jonë. Se mrapa të shi i kërvat e gjenë. Janë hapë rrugët, të shi shko me avion, të shi e mret, nuk vu hiqë. Por nuk ka dashuri? Ska, ka parë. Jo. Tash, këshilla mund t'ja për sa dush, por nuk shekot. E qartë. Shumë faleminderit. Me tingujt e kitarës tuaj, u kënaqëm sot me historinë tuaj gjithashtu. Faleminderit dhe ty. Dhe zgjas sa më shumë ky pasioni për muzikën dhe për njëri tjetrin. Pse jo, respekt. Edhe faleminderit që e ndat historinë tuaj në Reze Dielli. Shumë Jeshi me çiftin Liliana dhe Bardhi, ju përshëndesim nga Reze Dielli, kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.